Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, Parku Kombëtar i Lumit e Egër Vjosa mirëpriti qytetar, aktivist dhe të rinj në shelgut Tepelen, nën moton Ripyllëzojmë Vjosën. Ky aktivitet i veçantë solli bashkë komunitetin dhe organizatat për të parë nga afër rezultatet e para të procesit të ripyllëzimit përgjatë brigjeve të lumit të fundit të Egër në Europë. Ndërsa ekspertët dan informacione për procesin e mbjelljeve dhe rolin që ato do të luajnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe klimës. Një nga zonat që ka qenë e pyllëzuar në fakt, por për shkak të sëmundjes, për shkak të dhe të prerjeve, është totalisht e shpyllëzuar. Është një iniciativë që ne kemi ndërmarrë në kuadër të fushatës të shpëtojmë zemrën blu të Europës për të sjellë pyjet vendase në luginën e Vjosës. Gjithë filozofia e menaxhimit të kësaj gjendje është përdorimi i llojeve autokton. Gjithë materiali mbjellës u mor nga llojet autokton, nga pemë, nga drurë të shëndetshëm, pa sëmundje, të cilët u përdorën si kalema. Skema e mbjelljes është e çrregullt dhe vendet, objektet janë të çrregullta. Në mënyrë që duke plotësuar këto njollat, të plotësojmë të gjithë sipërfaqen e objektit të Tepelenës. Në qendër të aktivitetit ishte ndërgjegjësimi për rolin jetik të pyjeve në ekosistemet natyrore, por edhe përkushtimi që kërkon mbrojtja e tyre. Organizatorët, përfaqësues të Parkut Kombëtar të Vjosës dhe aktivistë të Save the Blue Heart of Europe, theksuan se ky proces ripyllëzimi nuk është thjesht një veprim simbolik, por një hap drejt rikthimit të gjelbërimit natyror në një prej pasurive më të mëdha të Shqipërisë. Ne kishim evidentuar që në kryet herës që një nga problemet kryesore të ekosistemit të lumit Vjosës ka qenë shkalla e lartë e erozionit. Dhe kjo për pasojë e mungesës së pyjeve, sidomos pyjeve aluvional, ku siç është edhe rasti i zonës këtu në Tepelen. Dhe kjo iniciativë, kjo ide ka nisur 4-5 vjet më përpara. Ka nisur fillimisht me një studim të gjitha zonave përgjatë luginës së Vjosës dhe degëve të saj, se ku janë zonat më të eroduara, po edhe kush potenciali më i lartë që ne mund të ndërhyjmë me pyllëzime, me aksione pyllëzimi, për të rikthyer edhe një herë pyllin aluvional. Ne si agjenci e promovojmë shumë si ide dhe si nisëm për përdorimin e formulave të pyllëzimit në shumë lloje, atëherë kur është e nevojshme, dhe për përdorimin e materialit mbjellës nga vetë habitati ku do të implementohet pyllëzimi. Në zonën e Tepelenës u mbollën pyje autoktone vendase si rep, plep, shelg e të tjerë.